Surja El-Enam, Mekase, 165 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Qoftë lavdëruar Allahu që krijoi qiejt dhe tokën, dhe bëri errësirën dhe dritën. E megjithatë, ata që nuk besojnë, sajojnë zotat të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Është ai që ju krijoi nga balta dhe pastaj caktoi një afat në këtë botë, vdekjen, dhe një tjetër në botën e përtejme, ditën e Kiametit. Por përsëri ju dyshoni. Ai është Allahu, i vetmi Zot i vërtet në qiej dhe në tokë. Ai di çfarë fshihni dhe çfarë tregoni, si edhe atë që arrini të fitoni. Sa herë që atyre jo besimtarve u vjen ndonjë varg nga shpallja e Zotit të tyre, ata ja kthejnë shpinën. Kështu ata e mohojnë të vërtetën, po sa u shpallet, por së shpejti do të vinë lajmet e asaj me të cilën talleshin. A nuk e shohin ata se sa brezni i kemi zhdukur para tyre? Ata ishin njerëz që i kishim dhënë më shumë pushtet në tokë se sa ju kemi dhënë ju Mekasve. Ne u sollëm atyre shira të bollshëm dhe bëm që të rrjedhin lumej në përviset e tyre. Por për shkak të gjunaheve të veta, i shfarosëm dhe më pas krijuam brezni të tjera. Sikur ne të zbritnim ty një libër të shkruar në letër e ata ta preknin me duart e tyre, mos besimtarët me siguri që do të thoshin: kjo s'është gjë tjetër veç se një magji e hapur. Ata thonë: sikur ti kishte zbritur atij Muhamedit një engjëll, por po të dërgonim ne engjëllin, puna do të merrte fund dhe nuk do t'u jepej asnjë afat. Edhe sikur ne ta bënim atë Muhamedin engjëll, me siguri që do t'i jepnim atij pamje njeriu, dhe kështu do të bënim që të ngatroheshin në lidhje me mesazhin, për të cilin tashmë ata janë të ngatruar. Me të vërtetë, janë përqeshur shumë të dërguar para teje, por ata që përqeshnin, i përfshiu ajo me të cilën ata talleshin. Thuaj: udhëtoni në përbot, e shihini çfarë dënimi kanë marrë ata që përgënjeshtronin të dërguarit. Thuaj: kujt i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë? Përgjigju: Allahut. Ai ja ka bërë detyrim vetes mëshirën dhe me siguri do t'ju tubojë në ditën e Kiametit, për të cilën nuk ka pikë dyshimi. Ata që kanë humbur shpirtrat e tyre, në të vërtetë nuk do të besojnë asnjëherë. E ti është çdo gjë që pushon natën dhe ditën. Ai dëgjon dhe di çdo gjë. Thuaj: a të marrë mbrojtës tjetër përveç Allahut, krijuesit të qiejve dhe tokës? Ai e ushqen botën, ndërsa vetë nuk ushqehet. Thuaj: unë jam urdhëruar që të jem i pari që ti nënshtrohem atij, dhe kurse si mos u bë i dhujtar. Thuaj: unë kur nuk e kundërshtoj Zotin tim, sepse i friksohem dënimit të një dite të madhe. Atë që shpëtohet nga dënimi i kësaj dite, vërtet Zoti e ka mëshiruar. Ky është shpëtimi i vërtet. Nëse nga Allahu të godet ndonjë fatkeqësi, atëhere askush përveç tij nuk mund të shpëtojë. E nëse të dhuron ndonjë mirësi, dije se vetëm ai është i fuqishëm për çdo gjë. Ai është sunduesi mbi robërit e vet. Ai është i urti dhe ka dieni për gjithçka. Thuaj: cila është dëshmia më e madhe që ti je profet? Dhe përgjigju: Allahu është dëshmitar midis meje dhe jush. Ky Kur'an
më është shpallur në mënyrë që nëpërmjet tij t'ju tërheq vërejtjen juve dhe kujdo që i përcillet. A mos vallë, ju dëshmoni se përveç Allahut ka edhe zota tjerë? Thuaj, unë nuk dëshmoj. Thuaj, vërtet. Ai është vetëm një Zot dhe unë jam larg nga ato që ju i shoqëroni Allahut në adhurim. Ata që ua kemi dhënë librin e njohin Muhamedin, ashtu si i njohin fëmijët e tyre. Por ata që kanë humbur shpirtrat e tyre nuk do të besojnë kurrë. Kush është më keqbërës se ai që trillon gënjeshtra për Allahun, ose i përgënjeshtron shpalljet e tij? Vërtet, keqbërësit nuk do të shpëtojnë. Atë ditë, kur do t'i tubojmë të gjithë, ne do t'u themi idhujtarve: ku janë idhuj tuaj, për të cilët thoshit se ishin ortak të Allahut? Ata nuk do të mund të shfaqsohen ndryshe, veç se duke thënë: betohemi në Allahun, Zotin ton, nuk kemi qenë idhujtar. Shiko se si gënjejnë kundër vetes, por zotat që ata i trilluan do t'i lënë në balt. Disa prej tyre duket sikur të dëgjojnë, por ne kemi vënë perde në zemrat e tyre dhe ua kemi rënduar dëgjimin në mënyrë që ata të mos kuptojnë. Edhe nëse do të shihnin ndonjë prej shenjave tona, ata sërish nuk do të besonin. Kur vijnë tek ti për të kundërshtuar, jo besimtarët thonë: këto janë vetëm trillime të popujve të lashtë. Ata i ndalojnë të tjerët të besojnë në Kur'an, edhe vetë largohen nga ai, por vetëm veten e dëmtojnë, ndonse nuk e vënë re. Sikur t'i shohësh ata kur të vihen para zjarrit duke thënë: sikur të ktheheshim pas, nuk do t'i mohonim shpalljet e Zotit ton dhe do të bëheshim besimtar. Po, atyre ju doli sheshit ajo që më pare fshihnin, por edhe sikur të ktheheshin, prap do të bënin ato që u ishin ndaluar. Vërtet, ata janë gënjeshtar. Ata thoshin: s'ka tjetër përveç jetës në këtë botë dhe ne nuk do të ringjallemi. Sikur t'i shohësh ata kur të dalin para Zotit, ai do t'ju thotë: a nuk është e vërtet kjo? Ata do të përgjigjen: po, është e vërtet për Zotin ton. Allahu do të thotë: e pra tani shijoni dënimin, sepse nuk besuat. Sigurisht që janë të humbur ata që mohojnë takimin me Allahun. Kur ora e kiametit t'u vi pa pritur, ata do të thrasin: të mjerët ne, sa shumë që e kemi neglizhuar kiametin në jetën e tokës, dhe do të bartin gjunahet e veta mbi shpinat e tyre. Sa e shëmtuar është ajo barë. Jeta e kësaj bote është vetëm lojë e argëtim, kurse bota tjetër padyshim që është më e mirë për ata që i friksohen Allahut. Pra, a nuk po mendoni? Ne e dim se ty të zemron ajo që thonë ata. Në të vërtet, nuk je ti ai që po mohojnë ata, por keqbërësit po mohojnë shpalljet e Allahut. Edhe para teje, o Muhammed, shumë të dërguar janë mohuar, por ata e kanë duruar mohimin dhe lëndimin që kanë pësuar, derisa u ka ardhur ndihma jon, sepse askush nuk mund t'i ndryshoj vendimet e Allahut. Ti tashmë ke dëgjuar për ata të dërguar. Nëse ty të duket e rënd për t'u mbajtur përbuzja e tyre, atëherë kërko, nëse mundesh, një zgavër në tokë ose shkallë në qiell, që t'u sjellësh atyre një mrekulli. Sikur Allahu të donte, do t'i kishte mbledhur ata në rrugë të mbar. Prandaj, mos u bëj nga ata që nuk e din këtë.
do të përgjigjen vetëm ata që dëgjojnë. Sa për të vdekurit, Allahu do t'i ngjall ata. Pastaj të gjithë do të kthehen tek ai. Ata thonë: pse nuk ja zbret atij ndonjë mrekulli Zoti i tij? Thuaj: Allahu është i fuqishëm të dërgojë mrekulli, por shumica e tyre nuk e di. Të gjitha kafshët në tokë e të gjithë shpendët që fluturojnë me krahët e veta janë në bashkësi të ngjashme me ju. Ne nuk kemi harruar asgjë në librin ton. Pastaj të gjithë do të tubohen para Zotit të tyre. Ata që i mohojnë shpalljet tona janë shurdh e memec, janë në errësirë. Allahu shpije në humbje këtë doj dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Thuaj: mendoni, nëse ju godet dënimi i Allahut apo ju vjen ora e kiametit, a do të thërrisnit për ndihmë dikë tjetër përveç Allahut? Më tregoni nëse thoni të vërtetën. Përkundërzi, ju do të thërrisnit vetëm atë. Nëse do të dojë ai, do t'ju shpëtoj nga ajo për të cilën e thërrisnit, dhe ju do t'i harroni idhujt që ja shoqëronit atij në adhurim. Ne ju kemi dërguar shumë popujve profet para teje, dhe i kemi dënuar ata me skamje dhe fatkeqësi, për t'u bërë të dëgjueshëm, vetëm sikur të përuleshin kur u erdhi ndëshkimi ynë. Por zemrat e tyre u bën gur, ndërsa djalli u aparaqiste si të bukura veprat e tyre të këqija. Kur ata i harruan para lajmërimet tona, ne u hapëm dyert e çdo mirësie, por sa po gëzoheshin me ato që u dham, ne i dënuam befasisht, dhe atëherë ata u zhytën në dëshpërim. Kështu humbi gjurma e atij populli keqbërës. Lavdërimi qoftë i Allahut, Zotit të gjithësisë. Thuaj: më thoni, sikur Allahu t'ju amerte dëgjimin dhe shikimin, e t'u avulloste zemrat, cili Zot përveç Allahut do t'ju akthente ato? Shih si ju a shpjegojmë shpalljet tona, por ata përsëri largohen nga e vërteta. Thuaj: më thoni, nëse ju vjen dënimi i Allahut papritmas ose sheshazi, a do të zhdukej kush përveç popullit keqbërës? Ne i çojmë të dërguarit vetëm si sjellës të lajmeve të mira dhe qortues. Pra, kushdo që i beson ata dhe bën mirë, nuk do të friksohet e as nuk do të pikëllohet, kurse ata që mohojnë shpalljet tona do t'i godas dënimi për shkak të mohimit. Thuaj: unë nuk ju them se zotroj thesaret e Allahut, apo se e di të padukishmen, dhe as nuk them se jam engjëll. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet. Thuaj: a barazohet i verbri me atë që sheh? As po mendoni. Paralajmëroj me Kur'an ata që i friksohen daljes para Zotit të tyre, se atëherë nuk do të kenë as mbrojtës, as ndihmës tjetër përveç tij, me qëllim që të ruhen nga gjunahet. Mos i dëbo ata që i luten Zotit të vet në mëngjes e mbrëmje, duke e dëshiruar fytyrën, mirësinë e tij. Ti nuk je as pak përgjegjës për ata, e as ata nuk janë përgjegjës për ty. Nëse ti i dëbon ata, atëherë do t'jesh keqbërës. Kështu, ne i kemi bërë disa prej tyre si sprovë për të tjerët që të thonë: Vallë, këta janë ata prej nesh që Allahu u ka dhuruar mirësi? A mos vallë, Allahu nuk i njeh më mirë ata që i janë mirënjohës? Kur të vinë te ti ata që besojnë në shpalljet tona, thuaj: paqja qoftë mbi ju. Zoti juaj i ja ka bërë detyrim vetes
mëshirën. Nëse dikush nga ju bën ndonjë vepër të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet e përmirësohet, ai do ta gjejë Allahun falës dhe mëshirues. Ne kështu i shpjegojmë hollësisht shpalljet, në mënyrë që të qartësohet rruga e njerëzve të këqij. Thuaj: mua më është ndaluar t'i adhuroj ata, të cilëve ju u luteni në vend të Allahut. Thuaj: unë nuk i ndjek dëshirat tuaja të kota, sepse atëhere do të isha i humbur dhe nuk do të isha nga ata që janë në rrugë të drejtë. Thuaj: unë kam provë të qartë nga Zoti im, por ju e përgënjeshtroni atë. Ajo që ju kërkoni me nxitim nuk është në pushtetin tim. Vendimi i takon vetëm Allahut. Ai e shpall të vërtetën dhe ai është gjykatësi më i mirë. Thuaj: sikur ta kisha në dorë atë që kërkoni ju, shpejt e shpejt do të sqarohej puna midis meje dhe jush. Allahu i di më së miri keqbërësit. Ai i ka çelsat e së padukshmes dhe vetëm ai i njeh ato. Ai e di çka në tokë dhe në det. Asnjë gjeth nuk bie pa e ditur ai, dhe nuk ekziston asnjë kokër në errësirën e tokës, as e njom, as e that, që të mos jetë shënuar në librin e qartë, Leuhi Mahfudh. Ai ju a merr shpirtrat, ju vën gjumë natën, duke e ditur ç'keni bërë ditën. Pastaj ju zgjon që të plotësoni kohën tuaj të caktuar për të jetuar. Në fund, tek ai do të ktheheni dhe ai do t'ju tregojë gjithçka që keni bërë. Ai është sunduesi mbi robërit e vet. Ai ju dërgon rojtar, engjëj, të cilët, kur ndonjërit nga ju i vjen vdekja, ja marrin shpirtin duke mos bërë kur farë lëshimi. Pastaj, të gjithë do të kthehen tek Allahu, Zoti i tyre i vërtet. Vetëm atij i takon të gjykojë dhe ai është më i shpejt në llogari. Thuaju: kush ju shpëton nga errësira e tokës dhe e detit, kur i luteni atij haptazi dhe fshehurazi duke thënë: nëse ai na shpëton prej këtyre rreziqeve, vërtet do të bëhemi mirënjohës. Thuaj: Allahu ju shpëton nga ato dhe nga çdo e keqe tjetër, por prap se prap ju adhuroni të tjerë veç tij. Thuaj: ai ka fuqi t'ju ndëshkoj prej së larti, ose nga poshtë këmbëve tuaja, ose t'ju përçaj në grupe e të vuani nga duart e njëri tjetrit. Shih si ju a shpjegojmë shpalljet, që ata të mund të kuptojnë. Por populli yt e quan të gënjeshtër atë Kuranin, ndonse ai është i vërtet. Thuaj: unë nuk jam rojtari juaj. Do të vijë koha kur çdo profeci do të përmbushet dhe ju do ta merrni vesh. Kur ti shohësh ata të nënshmojnë shpalljet tona, largohu prej tyre, derisa të kalojnë në bisedë tjetër. E nëse djalli të bën të harrosh, sapo të përmendesh, mos rri me keqbërësit. Ata që i frikësohen Allahut, s'kan kur farë përgjegjësie për gjunahet e mohuesve, por u akujtojmë vetëm që të ruhen nga e keqja. Largohuni nga ata që fenë e tyre e marrin si lojë dhe dëfrim, e që janë mashtruar nga jeta e kësaj bote. Këshilloj ata me Kuranin, me qëllim që të mos i humbasin shpirtrat e tyre për shkak të veprave të veta. Përveç Allahut, ata nuk do të kenë as ndihmës, as ndërmjetës. Edhe sikur të ofrojnë çdo lloj shpagimi, nuk do t'u pranohet. Këta janë ata që do të lihen në humbje për shkak të veprave që kanë bërë.
ata do të pinë ujë të valuar dhe do të kenë dënim të dhemshëm për shkak të mosbesimit të tyre. Thuaj, atë adhurojmë në vend të Allahut, çfarë nuk na sjell as dobi as dëm? Atë kthehemi mbrapsht, pasi Allahu na udhëzoi, duke u bërë si i magjepsuri nga djajt që sillet i çoroditur nëpër tokë, ndonse shokët e therrasin në rrugë të drejtë, eja tek ne? Thuaj, udhëzimi i Allahut është i vetmi udhëzimi drejt. Ne jemi të urdhëruar të nënshtrohemi Zotit të botëve, të falim namazin dhe ta kemi frikë atë. Dhe është ai para të cilit do të tuboheni. Është ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën për një qëllim. Ditën kur ai thot bëhu, ajo bëhet. Fjala e tij është e vërteta dhe atij i përket pushteti ditën kur fryhet në sur. Ai e di të padukishmen dhe të dukishmen dhe ai është i urti dhe i gjithdijshmi. Trego për Ibrahimin, kur ai i tha të Atit, Azerit, a do t'i adhurosh idhujt si zotat e tu? Unë vërtet po shoh se ti dhe populli yt jeni në humbje të madhe. Dhe kështu, ne ja treguam Ibrahimit mbretërinë e qijeve dhe të tokës, që ai të bëhej nga ata që besojnë vendosmërisht. Kur ranë ata, ai pa një yll dhe tha, ky është Zoti im. Por kur perëndoi ylli, ai tha, nuk i dua ata që perëndojnë. Kur pa hënën duke lindur, tha, ky është Zoti im. Por pasi ajo perëndoi, ai tha, nëse Zoti im nuk më udhëzon në rrugën e mbar, me siguri do të bëhem njeri nga të humburit. Kur vërejti diellin duke lindur, ai thërriti, ky është Zoti im, ky është më i madhi. Por pasi dielli perëndoi, ai tha, o populli im, unë jam larg nga idhujt që ju i shoqëroni Allahut në adhurim. Unë e kthej fytyrën time nga ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën, duke qenë besimtar i vërtet dhe nuk jam nga idhujtarët. Dhe kur populli i tij polemizoi me të, ai tha, doni të polemizoni me mua për Allahun, ndërkohë që ai më ka udhëzuar në rrugën e drejtë? Unë nuk i kam frikë idhujt tuaj, sepse vetëm po të doj Zoti im, ato mund të më lëndojnë. Zoti im, me dijeninë e vet, ka përfshirë çdo gjë. A nuk po mendoni? E si të friksohem nga zotat tuaj të rrem, ndërkohë që ju nuk keni frikë t'i shoqëroni Allahut idhujt, për të cilët ai nuk ju ka zbritur kurfar argumenti? Cili nga ne e meriton të jeti sigurt? Më thoni, nëse njihni të vërtetën. Sa për ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, idhujtari, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Ky është argumenti ynë, të cilin ne i dham Ibrahimit kundër popullit të tij. Ne ngrem këtë duam në shkallë të lartë. Vërtet, Zoti yt është i urtë e i gjithdijshëm. Ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakubin, që të dy këta i udhëzuam në rrugë të drejtë, ashtu siç patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e tij, ne udhëzuam Daudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i shpërblejmë punë mirët. Ne udhëzuam edhe Zekerian, Jahjain, Isain, Iliazin. Të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë. Po ashtu, udhëzuam edhe Ismailin, Eliesain, Yunusin dhe Lutin, secilin prej tyre e ngritëm mbi të gjithë njerëzit. Ne zgjodhëm dhe udhëzuam në rrugë të drejtë
edhe disa nga paraardhësit, pasardhësit dhe vëllezërit e tyre. Ky është udhëzimi i Allahut, të cilin ai ja jep kujt doj nga robërit e vet. Por nëse ata adhurojnë zota të tjerë, do të humbë çdo gjë nga ajo që kanë bërë. Këta janë ata që u kemi dhënë librin, urtësinë dhe profecinë. E nëse ata, banorët e Mekës, i mohojnë këto, ne do t'ja besojmë një populli tjetër që nuk do t'i mohojë. Këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Andaj edhe ti, o Muhammed, ndiq rrugën e tyre. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi për atë. Ai është vetëm këshill për të gjithë botët, njerëzit dhe gjindet. Ata nuk e vlerësojnë siç duhet Allahun kur thonë: Allahu nuk i ka zbritur asgjë njeriut. Thuaj, atëherë, kush e shpalli librin që solli Musaj si dritë dhe udhë rrëfyes për njerëzit? Librin që ju e keni shpërndar në fletë, sa prej të cilave i tregoni, ndërsa shumicën e fshihni, ndonë se tani keni mësuar diçka që as ju, as etëri tuaj, nuk e keni ditur më parë. Thuaj, Allahu e ka shpallur atë libër. Pastaj, lëri ata që të argëtohen me gënjeshtrat e tyre. Ky Kur'an është një libër i bekuar, të cilin ta kemi shpallur ty, o Muhammed, si vërtetues të atij Teuratit që gjendet para ti, dhe që të paralajmërosh popullin e nënës së qyteteve Mekës dhe ata që banojnë rreth saj, ata që besojnë në jetën e ardhshme, besojnë edhe në të Kur'an dhe kujdesen për kryerjen e namazit të tyre. Kush është keqbërës më i madh se ai që trillon gënjeshtra për Allahun ose që thotë: kjo më është shpallur mua, ndërkohë që asgjë nuk i është shpallur atij, ose që thotë: unë mund të shpall diçka si ajo që ka shpallur Allahu. Ah, si kur t'i shihje keqbërësit gjatë agonisë së vdekjes, kur engjet zgjasin duart duke thënë: dorëzoni shpirtrat tuaj. Sot ju do të ndëshkoheni me dënim poshtërues për shkak të pavërtetave që keni thënë për Allahun dhe që keni shpërfillur shpalljet e tij. Allahu do t'u thotë: tashmë, na vini veç e veç, ashtu si që ju krijuam herën e parë, duke lënë pas vetes ato që ju patëm dhuruar. Ne nuk po i shohim me ju ndërmjetësuesit tuaj, për të cilët pretendonit se ishin ortakët e Allahut. Midis jush janë shkëputur të gjitha lidhjet, dhe ajo tek e cila shpresonit ju ka lënë në balt. Me të vërtet, Allahu është ai që farën dhe bërthamën e bën të mugulloj. Ai e nxjerr të gjallën prej të vdekurës dhe të vdekurën prej të gjallës. Ky është Allahu. Atëherë, përse i largoheni atij? Ai bën të feks drita e agimit. Ai e ka bërë natën për pushim, ndërsa diellin dhe hënën për të njësuar kohën. Kjo është urdhëresa e Allahut, të plot fuqishmit dhe të gjithdijshmit. Është ai që i ka krijuar yjet për t'ju rrëfyer rrugën në errësirat e tokës dhe të detit. Ne u a kemi shpjeguar qartë shpalljet tona njerëzve që dinë. Është ai që ju ka krijuar prej një njeriu të vetëm, që të jetoni dhe të preheni në tokë. Ne u a kemi shpjeguar qartë shpalljet tona njerëzve që kuptojnë. Është ai që lëshon nga qielli ujë, nëpërmjet të cilit ai nxjerr sythat e çdo bime. Prej kësaj ne nxjerrim gjelbërim, kokra gruri në kallinj, palma hurme të ngarkuara me kalavesh të ulët, kopsht e rushi, ulliri dhe shege që ngjajnë, por që janë të ndryshëm nga njeri tjetri. Vështroni frytet e tyre kur formohen
dhe piqen. Sigurisht që në këto ka shenja për njerëzit që besojnë. Idhujtarët i shohin gjindet si ortak të Allahut, ndërkohë që ai i ka krijuar ata. Me padituri i kanë veshur atij djem e vajza, i lavdëruar qoft ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja veshin ata. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. E si mund të ketë ai fëmijë, ndërkohë që nuk ka bashkëshorte? Ai ka krijuar çdo gjë dhe është i dijshëm për çdo gjë. Ky është Allahu, Zoti juaj. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç tij, krijuesit të çdo gjëje. Andaj, adhuroni vetëm atë. Ai është mbikëqyrës i çdo gjëje. Shikimet njerëzore nuk mund të arrijnë atë, ndërkohë që ai i arrin shikimet e të gjithëve. Ai është bamirës i pakufi dhe di çdo gjë. Thuaju, o Muhammed, tashmë ju kanë ardhur nga Zoti juaj prova të qarta. Ai që i sheh ato, i sjell dobi vetes, ndërsa ai që i mbyll syt para tyre, i bën dëm vetes. Unë nuk jam rojtari juaj. Kështu, ne i shpjegojmë shpalljet tona në mënyra të ndryshme që ata të thonë. Ti i ke mësuar këto dhe që tua bëjmë të qarta njerëzve që din të drejtën. Prandaj, ndiq atë që të ka shpallur Zoti yt. S'ka Zot të vërtet veç ti, shmangu prej idhujtarve. Si kur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idhujtar. Ne nuk të kemi bërë ty rojtar të tyre, e as që je përgjegjës për ta. Mos i shani idhujt që ata i adhurojnë në vend të Allahut, në mënyrë që ata të mos e shajnë Allahun armiqësisht nga padia. Kështu, ne ja paraqesim të bukura çdo populli veprat e veta. Pastaj, ata do të kthehen te Zoti i tyre, i cili do t'i lajmëroj për gjithçka që kanë bërë. Ata betohen solemnisht në Allahun se nëse ju vjen një mrekulli, ata me siguri do të besojnë. Thuaj, mrekullit janë vetëm te Allahu. E kush ju siguron se ata kur t'u vijë një mrekulli do të besojnë? Ne do t'u alargojmë zemrat dhe shikimet e tyre nga e vërteta, sepse ata nuk e besuan atë Kuranin herën e parë. Ne do t'i lëm ata që të bredhin të verbër në humbje e mos besim. Edhe si kur t'u dërgonim atyre engjëjt, t'i bënim të vdekurit t'u flisnin atyre dhe t'i t'u bonim të gjithë gjërat para tyre, ata përsëri nuk do të besonin nëse Allahu nuk do të donte, por shumica e tyre janë të paditur. Kështu, çdo profeti ne kemi caktuar armiq, djajt e njerëzve dhe të gjindeve, të cilët e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë boshe, të zbukuruara për mashtrim. Por si kur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin kështu. Prandaj, lëri ata dhe trillimet e tyre. Lëri zemrat e atyre që nuk besojnë në ditën e Kiametit, që të priren nga mashtrimi dhe të kënaqen me të, e le të bëjnë gjunahet që kanë bërë. Thuaj, vallë, a të kërkoj tjetër gjykatës përveç Allahut, kur është ai që ju ka zbritur këtë libër të hollësishëm? Ata që ne u kemi dhënë shkrimet e shenjta, e din se Kurani është me të vërteti zbritur nga Zoti yt. Prandaj, kurse si, mos u bëj nga ata që dyshojnë. Të përkryera janë fjalët e Zotit tënd në vërtetësi dhe drejtësi. Fjalët e tij askush nuk mund t'i ndryshojë. Ai dëgjon çdo gjë dhe di çdo gjë. Nëse i bindesh shumicës së njerëzve që gjenden në tokë, ata do të shmangin nga rruga e Allahut.
Ata ndjekin vetëm hamendjet, ata vetëm gënjejnë. Në të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që i shmangen rrugës së tij, dhe i di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Hani vetëm atë mish gjatë therrjes së të cilit është përmendur emri i Allahut, nëse vërtet besoni në shpalljet e tij. E përse të mos e hani atë që është therrur me emrin e Allahut, kur ai tashmë ju a ka shpjeguar që është ndaluar, përveç se kur jeni në shtrëngesë. Shumë njerëz i largojnë të tjerët nga rruga e drejtë, nga padia dhe nga dëshirat e tyre të kota. Në të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që e kanë kaluar kufirin. Largohuni nga gjunahet e hapta dhe të fshehta, sepse ata që kanë bërë gjunahe, patjetër që do të ndëshkohen për atë që kanë vepruar. Mos hani as një mish që nuk është therrur me emrin e Allahut, sepse kjo është gjuna. Në të vërtetë, djajt i nxisin miqtë e vet që t'ju kundërshtojnë ju, e nëse ju u bindeni atyre, me siguri që edhe ju do të ishit i dhujtar. A barazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë e nuk mund të dalë prej saj? Kësaj, jo besimtarve, u duken të bukura veprat që bëjnë. Kështu, ne kemi bërë në çdo qytet që keqbërësit më të mëdhenj të ngrenë kurthe. Mirë po kurthet ja ngrenë vetëm vetvetes e nuk e ndjejnë. Kur atyre u vjen ndonjë mrekulli, thonë: ne nuk do të besojmë derisa të mos na jepet diçka si ajo që u është dhënë të dërguarve të Allahut. Allahu e di më mirë se kujt ja jep mesazhin e vet. Atyre që kanë bërë gjunahe do t'u vijë një poshtërim nga ana e Allahut dhe ndëshkim i ashpër për shkak të kurtheve që ngrenin. Allahu i ja hap zemrën për të pranuar Islamin atij që dëshiron ta udhëzojë, ndërsa atij që dëshiron ta lërë në humbje, ja mbyll zemrën e ja shtrëngon gjoksin si të jetë duke u ngjitur në qiell. Kështu, Allahu i ndëshkon ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e drejtë e Zotit tënd. Ne u a kemi shpjeguar shpalljet tona njerëzve që u a vënë veshin. Ata do të kenë shtëpinë e shpëtimit te Zoti i tyre. Ai do të jetë mbrojtës i tyre, si shpërblim për veprat që kanë bërë. Ditën kur ai do t'i tubojë të gjithë, do t'u thotë: o tog i gjindeve, ju keni mashtruar shumë njerëz. I tharët e tyre midis njerëzve do të thonë: o Zoti ynë, ne u kënaqëm me njëri tjetrin dhe arritëm në afatin ton, të cilin na e patë caktuar ti. Allahu do të thotë: zjarri është vendbanimi juaj. Atje do të qëndroni për herë, veç nëse Allahu dëshiron ndryshe. Zoti yt është vërtet i urtë e i gjithdijshëm. E kështu, ne u japim pushtet disa keqbërësve mbi të tjerët, si dënim për veprat e tyre të këqija. O tog i gjindeve dhe i njerëzve, a nuk ju patën ardhur të dërguar nga mesi i juaj për t'ju treguar shpalljet tona dhe për t'ju paralajmëruar takimin me këtë ditë? Ata do të thonë: ne dëshmojmë kundër vetes son. Vërtet, jeta e kësaj bote i mashtroi ata, kështu që ata do të dëshmojnë kundër vetes se kanë qenë mohues. Kjo ndodh sepse Zoti yt nuk e shkatërron asnjë vend për veprat e tyre të gabuara, pa i paralajmëruar banorët e tij. Secili do të ketë shkallën e tij sipas veprave që ka bërë. Zoti yt nuk është i paditur për veprat e tyre. Zoti yt është i vetëmjaftueshmi dhe zotëruesi i mëshirës. Nëse do, ju zhduk dhe sjell pas jush çfarë të dojë, ashtu si ju ka krijuar nga pasardhësit e popujve të tjerë.
ajo që ju është premtuar, me të vërtet do t'ju arrijë, e ju nuk mund t'i ikni asaj. Thuaj, o populli im, punoni në drejtimin tuaj, ndërkohë që edhe unë bëj timen. Së shpejti do ta merrni vesh se për kë do t'jetë fundi i mirë. Një mend, keqbërësit nuk do të shpëtojnë. Ata kanë caktuar për Allahun pjesë nga drithi dhe kafshët shtëpiake, të cilat i ka krijuar ai, dhe thonë sipas hamendjes së tyre, kjo është për Allahun, ndërsa kjo është për idhujt tanë. Mirpo ajo pjesë që është për idhujt e tyre nuk arrin te Zoti, kurse ajo që ata e kanë caktuar për Allahun, ajo arrin te idhujt e tyre. Sa gjykim të shëmtuar bëjnë ata. Shumë paganëve, idhujt e tyre u a kanë bërë të duket e bukur vrasja e fëmijëve të tyre, për t'i shkatëruar dhe për t'u apështjelluar besimin. Si kur të donte Allahu, ata nuk do t'a bënin atë, lërini ata dhe trillimet e tyre. Ata thonë sipas hamendjes së tyre, këto bagëti shtëpiake dhe këto bim janë të ndaluara, nuk mund t'i haj askush, përveç atyre që u alejojmë ne. Disa kafsh shtëpiake, ata i kanë bërë të ndaluara për ngarkim, ndërsa disa bagëti i therin pa e përmendur emrin e Allahut, duke trilluar gënjeshtra për të. Ai do t'i ndëshkojë ata për gënjeshtrat e trilluara. Ata thonë gjithashtu, ajo që gjendet në barkun e këtyre bagëtive u përket vetëm meshkujve tanë, kurse për gratë tona janë të ndaluara. Por nëse lindin të ngordhura, ata të gjithë, burra e gra, janë pjesëmarrës në të. Allahu do t'i ndëshkojë ata për çfarë i veshin atij. Ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Të humbur janë ata që i vrasin fëmijët e tyre nga mendje lehtësia dhe padia, dhe i bëjnë të ndaluara ato që u a ka dhuruar Allahu, duke trilluar kështu gënjeshtra rreth Allahut. Ata janë të devijuar dhe as pak të udhëzuar. Është ai që ka krijuar kopshte vreshtash të larta dhe të shtruara, hurma dhe bim me shije të ndryshme, ullinj e sheg, të ngjashme dhe të ndryshme. Hani frutat e tyre kurdo që të prodhojnë dhe jepni atë që është detyrë në ditën e vjeljes së tyre, por mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Ai ka krijuar disa bagëti për ngarkim dhe për ushqim. Hani nga ato që u a ka dhuruar Allahu dhe mos ndiqni gjurmët e djallit. Ai është për ju armik i hapur. Ai ju ka dhënë 8 lloje bagëtish në çifte. Merr 2 llojet për dhënt dhe 2 për dhit. Thuaju, ai ka ndaluar Allahu 2 meshkujt ose 2 femrat, ose atë që mbajnë në bark 2 femrat? Lajmëromeni mua me dije të saktë, nëse ajo që thoni është e vërtet. Merr 2 llojet për devet dhe 2 për lopët. Thuaju, ai ka ndaluar Allahu meshkujt apo femrat, ose atë që e mbajnë në bark 2 femrat? Apo mos keni qenë të pranishëm kur Allahu ju ka urdhëruar për këtë? Atëherë, kush është më keqbërës se ai që shpiv gënjeshtra rreth Allahut për t'i shpënë njerëzit në humbje nga padia? Padyshim, Allahu nuk i çon në rrugë të drejtë keqbërësit. Thuaj, unë nuk gjej në atë që më është shpallur mua asgjë që e ndalon njeriu të hajë çfarë të dojë, përveç kafshëve të ngordhura, gjakut të derdhur, mishit të derrit, se këto janë të ndyta, dhe mishit që është therrur në emër të dikujt tjetër në vend të Allahut. Por kushdo që detyrohet nga nevoja të hajë ndonjë gjë prej këtyre, pa dashur të bëjë gjuna dhe pa e kaluar kufirin, nuk do të fajsohet. Vërtet, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Ne u andaluam hebrejve të hanin të gjitha kafshët
që kanë kthetra ose një thundrakët. Ndërsa nga lopët e delet, atyre u andaluam dhjamin e brendëshëm të tyre, me përjashtim të dhjamit të shpinës ose të zorve, ose atë që është i lidhur me eshtra. Me këtë, ne i ndëshkuam ata për shkak të mos bindjes së tyre. Ne pa dyshim themi të vërtetën. Prandaj, nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaju: Zoti juaj është zotëruesi mëshirës së gjerë, por ndëshkimi i tij nuk do të prapsohet nga populli keqbërës. Idhujtarët do të thonë: sikur të donte Allahu, nuk do të adhuronim tjetër veç ti, as ne, as baballarët tanë, dhe ne nuk do të kishim bërë të ndaluar asgjë. Kështu mohonin edhe ata para tyre, derisa shijuan dënimin ton. Thuaju: a keni ndonjë provë të na paraqitni? Ju mbështeteni vetëm në hamendje dhe jeni vetëm gënjeshtar. Thuaju: Allahu ka argumentin më bindës dhe po të donte ai, të gjithëve do t'ju përudhte në rrugë të drejtë. Thuaj: sillni dëshmitarët tuaj që dëshmojnë se Allahu e ka ndaluar këtë. E nëse dëshmojnë duke gënjur, ti mos dëshmo me ata. Mos i ndiq dëshirat e kota të atyre që hedhin poshtë shpalljet tona. Nuk besojnë në botën e përtejme dhe sajojnë zota të tjerë të barabartë me Zotin e tyre. Thuaju: ejani, t'ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu, që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, që të silleni mirë me prindërit, që të mos vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne ju ushqejmë ju dhe ata, që të mos i afroheni veprave të turpshme, qofshin ato të hapta apo të fshehta, dhe që të mos ja merrni tjetrit jetën, të cilën Allahu e ka shenjtëruar, përveç se kur e kërkon drejtësia e ligji. Këto ju porosit ai, me qëllim që të kuptoni. Dhe mos ju qasni pasurisë së jetimit, përveç se për ta rregulluar, derisa të mbërrijë pjekurin. Kryejeni drejt matjen dhe peshimin. Ne nuk ngarkojmë askënd përtej mundësisë së tij. Kur të flisni, thoni të vërtetën, qoftë edhe për të afërmit tuaj. Plotësojani besën e dhënë Allahut. Këto ju porosit ai, që të mos harroni. Kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që t'ju shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që ju porosit ai, për të ruajtur nga të këqijat. Ne i dha Musait librin si plotësim të mirësisë sonë për atë që vepron mirë, si shpjegim për çdo gjë dhe si udhërrëfyes e mëshirë, që ata hebrejt të mund të besonin në takimin me Zotin e tyre. Ky libër që kemi shpallur është i bekuar. Prandaj, ndiqeni dhe druajuni kundër shtimit në mënyrë që të mëshiroheni, dhe që të mos thoni: shkrimet e shenjta u janë shpallur vetëm 2 sekteve para nesh, ndërsa ne nuk kemi ditur gjë çfarë mësonin ata, ose që të mos thoni: sikur shkrimet e shenjta të na ishin shpallur neve, ne do të ishim më të udhëzuar se ata. Pra, ju ka ardhur nga Zoti juaj provë qartë, udhërrëfim dhe mëshirë. Atëherë, kush është më keqbërës se ai që i përgënjeshtron shpalljet e Allahut dhe largohet nga ato? Ne do t'i ndëshkojmë me dënim të rënd ata që shmangen nga shpalljet tona për shkak se u larguan. A mos vallë presin ata t'u vijnë engjëjt, ose të vijë Zoti yt, ose të vijnë disa shenja të Zotit tënd? Ditën kur të vijnë disa shenja të Zotit tënd, atëherë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij, nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka bërë ndonjë të mirë me besimin e tij. Thuaju: pritni, se edhe ne po presim. Me të vërtetë, ti s'ke të bësh fare me ata që e përçajnë fenë e tyre dhe shndrohen në sekte. Te Allahu është puna e tyre,
e pastaj ai do t'u tregoj çfarë patën punuar. Kush bën një vepër të mirë, do të shpërblehet 10 fish. Kush bën një vepër të keqe, do të dënohet vetëm sipas gjunahut që ka bërë dhe nuk do t'i bëhet kurfar pa drejtësie. Thuaj, me të vërtet, Zoti im më ka udhëzuar në rrugë të drejtë, në fenë e vërtet, fenë e pastër të Ibrahimit besimplot, i cili nuk ka qenë adhurues i idhujve. Thuaj, në të vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Ai nuk ka asnjë ortak. Kështu jam urdhëruar dhe unë jam i pari që i nënshtrohem atij. Thuaj, a mos vallë do të kërkoj unë tjetër Zot përveç Allahut, kur ai është Zoti i gjithçkaje? Kushdo që bën diçka, punon për vete, dhe askush nuk ngarkohet me barrën e tjetrit. Pastaj, të gjithë do të ktheheni te Zoti juaj, dhe ai do t'ju tregoj për kundërshtit që kishit mes jush. Ai ju ka bërë pasardhës të njeri tjetrit në tokë dhe kanë ngritur në shkallë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju provuar në atë që ju ka dhënë. Sigurisht që Zoti yt është i shpejtë në dënim, por në të vërtet ai është edhe falës e mëshirëplot.